Unë jam Gilien Rajku, kampioni peshëve tronta dhe super tronta të Shqipërisë. Tashmë në boksin profesionist me 7 neshë, 7 fitore. Kampion absolut të Shqipëri për 6 vjetësh, boksin militar, kampion me moshat, me triturit, me trinjt. Kundërshtari vjen nga Bosnia, është një kundërshtar me eksperiencë të madhe në boksin profesionist, mbi 30 neshje. Është një kundërshtar besoj niveli mirë që do provoj vetëm këtë neshje. Do shohim nëse jena gati me bërë hapin e madh përpara. Po që besoj do jetë një neshje shumë e fortë, do jetë një neshje luftuar, pasi edhe kundërshtari me sa kena folë është vjen për fitore. Ne gjithmonë jemi për fitore, gjithmonë japim më të mirën. Po fundi ditës ajo është boks edhe gjithçka pritet. Po që jena të qetë, jena të lirshëm edhe për fitore. Po që besoj nokautin. Këtë neshje besoj nokaut, ja kam premtuar trajnerit. Tashmë mbi 10 vite që merrem me boksin, pa ndaluar. Kam filluar në Durrës, jam marrë në Itali, jam kthyer në Shqipëri, në Angli përsëri. Unë jam antar i klubit Partizani, prej vitesh tani në Tiranë. Nuk ka qenë aktiv më parë, tani e kena hap, u bë 2 vjet. Trajneri im është Eduard Alipi, a.k.a. Bisha Otjari, thrasim ne. Është më i madh i vend. Po 10 vite që merrem me boks edhe kam kaluar shumë trajner. Po që tani besoj kam gjetë atë vendin tim, kam gjetë njerëzit që duhet punoj, që duhet ecin para, njerëz që duhet mi besu, pasi është një sport që duhet kesh njerëz shumë të afërt që tu besosh që të ecesh përpara. Shqipëria është bërë kjo pjesa problem tani këto neshjet që kanë qenë neshje që janë të vërteta, jo neshje të blen, po që ju asiguroj që trajneri im me Eduard Alipi, me shokun e vet që janë të bashkëpunuar me Nelson Hysën. Kam bërë këto 2 organizimet e fundit, ky është do jetë organizimi i tretë. Kanë dhënë një risi të ndryshme në Shqipëri me neshjet, janë të pru kombëtare nga mbar bota, janë të sjellë boksier profesionistë nga mbar bota për të provu boksierët tanë, pse jo, inshallah sa më lart për të gjithë çunat. Për më mirë, gjithmonë për më lart, gjithmonë profesionojmë për tituj. E kena marrë çik pështruar si hap pas hapi, pasi nuk duhet nxitojmë, pasi është një sport që nuk ja vlen të rrezikosh, është një sport që sot ndoshta je në formë, nesër ndodhi goditi diçka e mbyll aty, po mundohem të bëjmë ato hapat mas hapi, po që gjithmonë për më lart, gjithmonë suksese më të mëdha. Po kam fituar titull në WBF në Gjermani, ka qenë ndeshja e 4 profesionizëm. Ndeshjem e parë me 10 raunde, kundërshtarë shumë të fortë, cilët ja donin të merreshin fitoren, të merreshin suksesin. Këtë herë nuk e mbroj si titull, këtë herë, po që siç e thash, që do jetë një provë për mua, të shoh nëse ndeshjen tjetër jam i gatshëm pse jo për të ndeshur për një titull më të mirë, një titull më të madh dhe për të marrë diçka tjetër. Nëse java i ka 7 ditë, unë 8 ditë jam palestër, nga 4 orë në ditë, prej 10 vitesh tashmë dhe është bë rutinë, është bë punë, është bë diçka që nuk mund të jetosh dot. Sporti është shumë i rëndësishëm, sporti duhet patjetër sepse fund ditës edhe nëse nuk do e shohësh si profesion, është diçka që do të bëjë mirë për trupin tënd, do jesh aktiv, por që edhe nëse e shihni si profesion, ju kërkoj sporti është diçka që sot je, nesër nuk je. Kështu që bëni sport, dedikojeni jetën sportit, pa ama mos u ndalni vetëm te sporti. Futuni edhe gjëra të tjera, ndiqni shkollën. Keni gjithmonë një plan B, gjithmonë marrni një plan B, sa më shumë plane të keni, aq më mirë është. Mos u fokusoni gjithmonë vetëm te ai plani. Po që sportin jepini në drejtim sportit sepse jo funditës u bë mirë juve. Është diçka që ju bë shumë mirë. Unë jam Eduard Alipi, ish boksier në Londër, në Angli. E kam ushtruar boksin që në vitin 98, kur kam shkuar në Angli si fëmijë. Dhe kam qenë kampion i shkollave të Anglisë. Si trajner jam 5 vite në Shqipëri dhe ekipin e Partizanit e kemi para 2 vjetësh. Ekipi Partizani është ekipi i vjetër në Shqipëri, por ka qenë i mbyllur, arsyet nuk e di, por tani kur erdha presidenti Florenti ma tha që se do të marrësh pjesë për ekipin e Partizanit dhe ta kesh ti si ekip edhe pra është dakord si me bashkinë si me presidentin e boksit. Vinë mëngjes, hap palestrën në 10, vinë sportistat elitar, serviten, deri në orën 1:30. Pastaj filloj prapë në orën 4,
pasdites, e deri në orën 9 jam palestra. Edhe gjithë puna ime, dita është djes me çuna të palestra. Këtu ka që nga mosha 5 vjeç. Deri në moshën 5 vjeç janë çuna, koca. Unë si Eduard, me bashkëpunim me Rigelsin edhe me Nelson Hyson, në total ne kemi bërë 3 aktivitete. Ky është aktiviteti 4 dhe shpresojmë të dali shumë herë më mirë se të tjerat. Gjithmonë kemi pasur përmirësime në çdo lloj aktiviteti. Gjë që bëm të bukur aktivitetin janë kur janë 2 ekipe kombëtare, siç e kishim në Skoci-Shqipëri, si ishte Angli-Shqipëri, edhe tani që presim Federatën e Boksit të Spanjës, edhe shpresojmë dalim me fitore aty. Gelian Rajku është shumë boksier i talentuar. Denis Nuri është boksier shumë i mirë. Ke pastaj Amar Koçin, ke Hamet Koçin, Besian Karajin. Janë të gjithë super boksierë. Djalin si gjithë të tjerët. Kur bëjmë stërvitje, kur hyn në palestër, ai është thjesht një sportist, s'ka dallim nga të tjerët. Janë 9 çifte, Shqipëri-Spanjë, janë 5 ndeshje profesionale, kemi dhe një ndeshje kickbox, vendet VIP paka shumë janë gjitha të zana, edhe janë të limituara dhe edhe biletet gjithashtu janë, besoj se pak vend janë, është habitshme sa shumë ka arrit boksi shqiptar, flasim në anën e tifozave, edhe ka jetë shumë përpara. Na eventin e event, shikojmë vese përmirësime. Bëj thirrje gjithë shqiptarëve, gjithë dashamirësve të boksit, sportit, që i thrasim të vinë në datë 17 Gran Panevino te Plaza. Aktiviteti është live në Fox News dhe në Supersport.